ka qenë një Ajo ka deklaruar se nuk është prononcuar asnjëherë për një gjë të tillë, për demarkacion. Zonë Vjosa Osmani. Jo, është prononcuar. Të paktën kështu e ka thënë, po nga ana tjetër, nëse i referohemi, demarkacioni është më e hershme, po është me rëndësi, zoti. Jo, është shumë e rëndësi është. Absolutisht është me rëndësi. Po shembull me rëndësi është edhe pjesëmarrja e saj në këto forume ndërkombëtare. Raporti me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me presidentin amerikan. Aty do dua vetëm ta angazhoj për hir të debatit. Përmena demarkacionin, kauza e demarkacionit ka qenë kauzë e krijuar nga agjentura sërbe dhe ruse për pengimin e malit Zimo antarësu në NATO. Kosova nuk e ka hup as 1 milimetër tokë sipas kushtetutës së vitit 1974. As 1 milimetër. Dhe imagjino sipas kriterit kadastral, sipas problemet tjetër. Ai ka qenë kriteri. Kriteri ka qenë në planin e Badinterit. Po, për këtë nuk pajtohet as Haradinaj, as Albin Kurti. Jo, me kriteret e tjera ne kena hup shumë, kena hup Pulqinin, Plavën, Guzijin, me ato kriteret tjera. Po në flas me kriterin e Badinterit, Kosova nuk e ka hup as 1 milimetër. Kauza ka qenë rrajshme, ka qenë total rrajshme, dhe Vjosa Osmani, si juriste, është dashur ta di se çka thot Komisioni Badinterit për ndarjen, për shpërbërjen e Jugosllavisë dhe si u nda kufit. Si juriste është dashur ta di. Pra pika e dobët i bën demarkacionit, ta ketë zënë Osmani. Imagjino çka ka ndodhur në State Department kur ata kanë ardhur John Kerry ka ardhur në Prishtinë, kur ka ardhur Joe Bideni. Edhe ka pas aty njerëz që kanë këtë jetën ja kanë kushtuar çështës Kosovës aty mbrana, edhe çfarë zhgënjimi ka ndodhur. Dhe sikur kjo të kishte qenë kauzë vërtetë Vjosës zonës Osmani, ajo nuk do ta kishte votuar në legjislaturën e ardhshme. Kjo ka qenë deputete, po si presidente unë kam thënë. Unë flas për si që nuk e ka plotësuar kriterin e parë për qenë presidente. Nga kjo, si presidente, morën vetëm deklarimin e para një 3 muajve.